Sot vizituam tregun e Gjelbërt për të pyetur shitësit se sa po i ndjejnë turistët në këtë fillim të sezonit turistik. Qëllimi ishte të merrim një pasqyrë reale nga terreni për gjallërinë ekonomike të zonës për të kuptuar nëse sezoni ka nisur me ritme të mira apo ende ishte ngadalshëm. Disa shitës u shprehën optimist dhe thanë se ka filluar të ketë më shumë lëvizje dhe klient. Megjithatë, të tjerë theksuan se ende nuk e ndjejnë plotësisht ardhjen e turistëve dhe presin që sezoni të marrë hovë në javët në vijem. Keni filluar të ndjeni turistët e parë në tregun e Gjelbërt? Po. Nga ku i kemi? Nga Kosova shumica janë, edhe pi Serbie, po, edhe të jashtit ka shumë. Po çfarë blejnë më shumë ti këto turistë? Pem. Kosovarët, spesa domate e ta tjerë, turistët tjerë, marrin vetëm perime, pem. Në tregoni pak me çmime, si janë çmimet momentalisht? Pjeshka nektarine kajsie ish 4 euro, rushi 5 euro, domatja 2 euro, speci 2 euro, tranguit 1 euro gjys. Në tregoni pak këto produkte, i keni tuajat? Speca, domate, kastraveqat, kërtollat janë tonat, pem t'i blejnë, pem si janë të mija. Po sa keni punë përgjithësi? Shumë mirë, unë jam e kënaqur. Kanë fillu më arka pak, por pak kënë pore. Shtrejtu i gjithë shka, shtu që edhe ata shikojnë ku ishtë ma lirë, shkojnë. Në tregoni çfarë shisni? Feq, ullej, djath, gjithë bilmet. Pak komshtije, si gjana është. Faj ullinit. Janë produktet tuaja? Të mijat, po, të mijat janë. Po, sa ka punë përgjithësi, përveç sezonit? Shumë pak. Shumë pak ka punë. Vinë shikojnë, ma shumë shikojnë se blejnë. Pak kanë ardhur. Pak ala një herë, presim, shpresojmë. Po, e shihni që ka më tepër fluks kohëve të fundit? Po, ka më tepër. Shumë mirë. Në tregoni për çmimet, si janë çmimet momentalisht? 2 euro, speci, domatja, patligjani, 2 euro. Nuk janë shtrenjtë, por po presim, inshallah. Në tregoni nga i keni produktet, janë tuajat apo? Janë të vendit tu që shetë kë burri, katunit janë, të gjitha. Pistollit, shelitet, çukrit. Shumë pak ka, si mjetë shumë apart. Situata e luftës dhe zajë, aty më bëtë që kriza i të bënd vete. Shumë apart, shumë alet. Po ndjet në përgjithësi sezoni veror është më i mirë se sa gjithë viti? Vjetë që shumë ma mirë. Je shumë, pa shumë, ma tepër. Si mjetë shumë ma alet. Dhe turiste janë të hujt një fije, pe Polonie, Ukrajinë, Rusë, Gjerman, ka disha në hotere, a shtëpia private e shumë janë thata. Shumë letë. Në tregoni pak çmimet, çfarë shisni, si janë çmimet? Njësaj si janë qenë për më vjetë, shumë krasim im ashtu që janë quhet që për më dhe. Në ata çmimet e vjetshme njësaj. Këto produkte, nga ku i kemi? Ka shumica për të shqiputit për dorit që merren, voj ishi joni mjalti për kraje njështo. Në tregoni pak çmimin i mjaltës, vezëve, vojit. Krajës ba 20 euro. Voj për 12, 13, 15, varet si. Vezët janë 10 copa, janë 22 euro gjë, 25 cent copa. Kanë fillu pak. Në tregoni nga ku i shihni që i kemi këtu turistët e parë? Pika kena, pi Kosovës më tepër atë hujt apo lakt. Edhe ta të hujt janë. Në tregoni çfarë blejnë më shumë ti këto turistë në tregun e Gjelbërt? Një kokla, edhe ka 2-3, ka një. Mos e bujt mi u bon hesab. Shumë dop na kanë si mjet. Nuk kallzohen është mirë. Krahasuar me vitin e kaluar? Krahasuar me një 3, shumë dop janë si mjet. Po inshallah ban zoti mirë se mas në roft kur dësh Milan. Me i blejon shtrenjtë gjanat, mi shit, s'mundesh mi shit. Sa i merr? E merr që shin 4 euro, sa mi dhon 5 euro. Qa me bo me njero i raftë pika, diqa hedhe, diqka ma shumë, diqka. Inshallah ban zoti mirë. Si kemi çmimet? Na tregoni çfarë shohim këto, sa i kemi çmimet? Për shembull fiq, ta fesht, kanë ra me shpejt kanë ra, fesht janë ullë shumë. 2 euro sa ti ka marrë, zit, një gjysë bardë. Sa ti ka marrë, të shta vare gjo private, dikush ka riskin e për dhe ma shtrejt, po unë pa flesit të përvedi që punaj. Cilat nga këto produkte i keni tuajat? Unë bleje shes me të drejtën, po të mijat unë kur nuk punaj në bashkë, vesh fiqe darda, i si gjana shtesh për tesh. Sa pak kam bu përvedi, unë i blej i to hetë fshatare, unë që ja ardhen,
Jo mora gjanat në adje, ma lirë, se unë marri paket. Aja ka libertim me ma dhonë ma lirë, mu se kile. Ata e shpetesa jonë. To është shumë dopë se parkingu një hera ka në shtirë. Ta në dridhën të ble, shpesh, musin. Nuk zdik me ka herë në bataljon, në zdik kuj mi dhonë arsysë, shpesh. Qa bëhet me shpejt, ta në kanë fik me këtë parking, për zotin. Në përgjithësi, pritshmëritë mbeten pozitive, por tregtarët janë në pritje të një sezoni më të fortë turistik në ditët që vijnë.